31 vite kërkime, pritje dhe shpresë për rikthim. Ky është motivi i çdo ditjete për çiftin Tofik Elirie Meta nga fshati Homeshi Shupenzës, të cilët janë në kërkim të djalit të tyre. Ylber Meta ishte vetëm 16 vjeç, kur së bashku me një fëmijë në vitin 1994 u nisën drejt Greqisë në kërkim të një jete më të mirë. Vetëm pak kohë pasi u vendos në Selanik, i mituri humbi kontaktet me familjen, të cilët për më shumë se 3 dekada nuk kanë marrë asnjë lajm prej tij. Në vitin 94 ka ikë, në 4 qershor të 94, iku me një mikun tonë shpesë. Ai kur iku në aponomit Selanikut. Atë si bëjnë 2-3 muaj e kishin kapë edhe u kthy. Arrin 3-4 net edhe shkon. E kur ka hik me këtë mikun prapa aty ka shku. Miku më thënë drejtën, çdo 2 fjalë tha, si nga ka shku tha, nuk e di, me kaq e mbylljet, që mos e kam pyet asnjëherë kur më. Me fotografinë e djalit në duar, me lot në sy e zemër të thyer, nëna e Ylberit u drejton apel të gjithë shqiptarëve të cilët mund ta kenë njohur djalin e tyre, të japin informacione për fatin e tij. Unë bëj thirrje të gjithëve, kush ta shoh, kush ta njeh, në të na lëmroj. Se u bën gjatë për u bën një kohë shumë e gjatë. Na lëmroj, kush ta di. Gjithë jeni familjare, gjithë keni fëmijë. Se di. Megjithse kanë kaluar kaq shumë vite, prindërit e Ylber Metës shpresojnë që një ditë djali i tyre të kthehet dhe brengat e gjata të pritjes të marrin fund për ta.